Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, falënderimet dhe ladhrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salawatat dhe salamat I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues dhe agjëruese, jemi në ligjëratën e 14 me radhë tek cikli ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall, enkas për këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Emri I radhës, I cili është ndër emrat e bukur të Zotit xhallahu ala, është emri El-Latif, që do thot I buti, bamirësi ndaj robëve të tij, që di çdo imsi për krijesat e tij. Emri Allahut Azza wa Jall El-Latif është përmendur 7 herë në Kur'anin famlar. Për shembull është cekur në ajetin 103 të surës An'am, ku Allahu Azza wa Jall thot: La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir. Shikimet njerëzore nuk mund të arrijnë atë, ndërkohë që Allahu I arrin shikimet e të gjithëve. Allahu është shumë I kujdesshëm, hollësisht I njohur dhe bamirës pa kufi dhe di çdo gjë subhanahu wa taala. Gjithashtu në surën Yusuf, ajetin 100, Allahu Azza wa Jall thot: Inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Thot në gjuhën e Jusufit alayhis salam, me të vërtetë Zoti jam është I butë, me kë do ai xhallahu ala. Allahu është I gjithdijshëm dhe I urti. Allahu thot njëkohësisht në surën Mulk ajeti 14: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. E si mos ta di ai që ka krijuar gjithçka, kur ai njeh çdo gjë me imsi dhe është I gjithë informuari subhanahu wa ta'ala. Kuptimi gjuhësor I emrit të Allahut El-Latif. Thuhet al-latafa bihi wa lahu yaltufu lutfan. Sillet but ndaj ndokujt, ndërsa el-lutf është mirësi, nderim, respekt I lartë ndaj njëri tjetrit. Për shembull thuhet për nënën është latife, për fëmijën e saj, nga se e nderon, kujdeset për të, e but me të dhe është me plot mirësi ndaj e vladit vet. Ndërsa në emri El-Latif, në aspektin terminologjik islam, sa I përket lartëmadhërisë së Allahut Azza wa Jall, e ka kuptimin ashtu siç ka thënë Imam Tabariu: Allahu është I butë ndaj robëve të tij, I informuar detajisht për veprat e tyre. Njëkohësisht El-Latif, kanë thënë dietarët, është bamirësi I madh ndaj robëve të tij, ai që u sjell të mira robët e tij, nga ata nuk e dinë. U aqon shkaqet Allahu Azza wa Jall nëpërmjet shkaqeve të cilave ata arrin tek interesat dhe tek të mirat e tyre nga nuk I mendonin më herët. Andaj Allahu Azza wa Jall është El-Latif, I cili është I butë në veprim dhe dija e tij është e detajzuar për çdo gjë subhanahu wa ta'ala. Njëkohësisht El-Latif është ai që nuk I fshihet asgjë xhallahu ala, edhe dituria e tij arrin çdo sekret. Thot Abu Rahman ibn Sa'di rahimahullah, kur flet për këtë emër të bukur të Allahut, thot lutfi është nga cilësitë e Allahut, që është në 2 pjesë. E para është të informuarit e tij për çdo gjë. Njohuritë e Allahut për sekretet e detajet më të emta që fshihen në gjokset e njerëzve. Ya'lamu kha'inat al-a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allahu din çdo gjë që fshin çepallat e syve dhe gjokset tuaja. Nën 2 butësia e tij ndaj robëve të tij, ndaj miqve të tij, që Allahu Azza wa Jall u jep atyre mirësi për shkak respektit edhe për shkak dashurisë që e ka ndaj tyre. Gjithashtu, ky emër I Allahut Azza wa Jall përfshin shumë gjëra. E para është dituria e tij, se ai është I gjithdijshëm, di çdo gjë, I din në detaje gjërat. Kuptimi I radhës është ai është bamirës ndaj robëve të tij, është I butë ndaj robëve të tij pa kuptuar ata fare mënyrën se si Allahu Azza wa Jall do thotë është I butë. Allahu Azza wa Jall është I butë ndaj atyre që I don ai dhe u aplason atyre mirësi dhe të mirat. Butësia Allahut përfshin robin e vet, duke mos e ndjer fare robi atë,
Gjithashtu, sa herë që njeriu mendon, as agjëruesi ose agjëruesja, që i ka ikë ndonjë e mirë nga kjo botë, sipas atij, ai ka harruar se atë ka përfshi dija Allahu dhe butësia atij, se ajo nuk ka qenë hajër për të. Nga butësia atij subhanahu wa ta'ala, është se Allahu e ka ruajtur nga ajo që ai ka menduar që është e hajrit për të. Andaj Allahu azza wa jall tha në gjuhën e Jusufit a.s. Inna rabbi latifun lima yasha, me të vërtetë Zoti jam është i butë me këtë duaj. Innehu huwal alimul hakim, Allahu azza wa jall është i gjithdijshëm dhe i urtë subhanahu wa ta'ala. Kuptohet el-latif, i buti, butësia Allahut është e veçantë për ata robët që Allahu dëshiron t'i përfshi. Për ata robët që Allahu e din se ata meritojnë butësinë e veçantë nga Zoti Gjella Vala. E lusmi Allahun që Allahu t'na përfshi me butësinë e tij. Gjithashtu nga lutfi dhe butësia Allahut azza wa jall për robët e tij është që Allahu kujdeset për ta që me nxjerr nga errësira në dritë, nga errësirat e ignorancës, kufrit, shirkut, mëkateve në dritën e imanit, besimit, diturisë dhe respektit. Nga butësia e Allahut ndaj robët e tij që i doja është se Allahu i largon robët e tij nga pasimi i epshit, nga ekspozimi i sprovave të ndryshme. Allahu azza wa jall nga butësia e tij sa ata i ruan ata që të mos joshen nga kryerja e mëkateve. Për dashuria Allahu azza wa jall tha në surën Shura, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyu al-aziz. Allahu është shumë i butë me robët e vet. Ai jep begati ku i doje. Ai është i plot fuqishëm dhe është i poshtetshëm subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu azza wa jall tha në surën Shura, "Walau basata Allahu ar-rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunzilu biqadri ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basir." Suka Allahu t'u shumonte rrezikun, begatit robët e vet, ata do t'i kalonin kufit, do të bënin fesat të madh në tokë, por Allahu i furnizon me masë saktuar sa do shënon ai, sepse ai njeh mirë dhe i sheh mirë se çfarë bëjnë robët e tij. Nga butësia e Allahut është se Allahu i sfron nga një herë robët e tij me disa lloje të sprovave, vështirësive, pastaj i sfron me urdhresa, e ndalesa, dhe kjo është mëshirë dhe butësi për ta, me vetëm qëllim që Allahu t'i ngrej lart në grada të larta. Nga se na nuk e dim ku është hajri dhe mirësia, e din ajo që është el-latif, që është i butë dhe i gjithdijshëm. Tha Allahu azza wa jalla në surën Baqara, "Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Ka mundësi ju ta urreni një gjë ndërkohë që është e mirë për juve. Ka mundësi ta doni një gjë por ajo është e dëmshme për juve. Allahu azza wa jalla din ndërsa ju nuk dini. Nga butësia Allahu ndaj robët e tij është se Allahu u cakton atyre që të lindin fëmijë. U cakton atyre të kenë fëmijë të hajrit, të cilët fëmijë i duan ata dhe kujdesen për ta kur ata kanë nevojë për fëmijët e tyre. Nga butësia Allahu të sa Allahu kur ja do hajrin dhe të mirën, një familjes e fut butësinë të, i hap rrugët e së mirës. Për arsye Aisha radiallahu anha ka dëgjuar në fjalën nga pejgamberi dhe i tha, "O Aisha, aty ku është butësia, aty është hajri, dhe aty që nuk ka butësi, nuk ka hajër dhe mirësi." Dhe Aisha Allahu kur ja don hajrin dhe mbarësinë dhe mirësinë një familjes, e fut butësinë në mesin e tyre. Allahu azza wa jalla bën që muslimani të jetë i butë me fëmijët e tij, të jetë i butë me bashkëortët e tij dhe me muslimanët në përgjithësi, nga se ai ka marrë nga butësia e Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jalla është el-latif, nga se shpeshherë na largon nga ndonjë e keqe, të cilën keqe nuk e kemi nuhatur fare, ose na mbyll rrugët që mos të shkojmë tek e keqe. Për të arsye, Allahu azza wa jall është ai i cili është el-latif, nga se ëndrat e tua të vështira do të realizohen që nesër, nëse e troket derën atij që është el-latif. Andaj Allahu është i mirë me robët e tij, bamirës ndaj krijesave, u sjell të mirat me butësi dhe lehtësi subhanahu wa ta'ala. Esenca e butësisë së Allahut është ai që e përmbush synimin tonë, pa ditë ti rrugën që çon tek ai, pa kuptuar si ka mundësi ta përmbushësh dëshirën edhe atë që ti e ke. Butësia askujt nuk do të arrinte tek Allahu përveç atij i cili di në hollësi mësitë e gjërave dhe sekretet e shpirtrave. Allahu azza wa jall
nga butësia e tij është se jep shumë të mira, jep përgëzime, i fladit zemrat që janë sprovu, i fladit zemrat që t'i kalojnë sprovat dhe fatkeqësit më lehtë. Allahu Azza wa Jall do të ndihmoj, sa është El Latif, me shkaqe që nuk i ki prit të ndodhin. Ato ndodhin me lejen e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu, El Latif është ai i cili e nxjerri nga burgu Jusufin alayhis salam. Nuk i shkatroi murret e burgut, as nuk urdhëroi ndonjë nga engjëjt e tij ta nxjerrin. Mirë po, e bëri që ata përmes një ëndre ta bëhet sebeb kjo ëndër sebeb që Jusuf alayhis salam të dalë i pafajshëm nga prangat e tiranëve zullumçar. Allahu është El Latif, nga se e riktheu Musain alayhis salam tek nëna e tij. Nuk shkaktoi luftë përmes Banu Israilëve, por deshti Allahu Azza wa Jall që Musa alayhis salam ta refuzoi gjirjen e secilës grua përveç nënës së tij, me vetëm qëllim që të tregojë Allahu që është El Latif dhe ta kthej atë tek nëna e tij. Zemra e secilës u zbraz kur e lëshoi të birin e saj në ujë. Allahu është El Latif, nga se e shpëtoi pejgamberin selam dhe ata që ishin me të nga mundime që u shkaktonin Banu Hashimitët. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall është El Latif, nga se Zoti Xhelalu Ala largoi shkëmbin e atyre personave që i kishte zënë shkëmbin brenda. Allahu Azza wa Jall është El Latif subhanahu wa ta'ala, nga se të gjitha mirësit vinë nga ai, të gjitha mirësit plotësohen me dhuntit e tij subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu El Latif, Allahu Azza wa Jall është, nga se Zoti Xhelalu Ala e bëri që Jusuf alayhis salam nga një rob të bëhej pallat dhe ministër i mbretit. Dhe normalisht këtë e bëri Allahu dhe nderoi Jusuf alayhis salam. Për atë arsye Jusuf alayhis salam i tha vëllezërit e tij: "Inna la tathriba alaykum al-yawm." Nuk ka çrtim për juve. "Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin." Nga se kush i friksohet Zotit edhe bën sabër, Allahu nuk e çon mundjen e vepërmirëve. Andaj Allahu Azza wa Jall është El Latif, nga se të gjitha ëndrat, të cilat ëndrat të dukeshin ty, që janë të paqelura dhe pa realizuara, i realizon Allahu Azza wa Jall, që është El Latif, hollësisht i njohuar, i njohur për çdo gjë subhanahu wa ta'ala. Allahu Azza wa Jall është El Latif, nga se butësia e tij, butësia e Allahut është në momentet më kritike tua, momentet kur të gjithë njerëzit ta kthejnë shpinën, momentet kur anashkalohesh nga njerëzit, Allahu Azza wa Jall kujdeset për ty subhanahu wa ta'ala dhe kujdeset për ndjenjat edhe për problemet e tua subhanahu wa ta'ala. Andaj Allahu Azza wa Jall është El Latif. Kanë thënë ulemoja se Zoti Xhelalu Ala i jep robëve të vet me urtësi atë sa kanë nevojë ata. Kanëherë Allahu Azza wa Jall jep jashta asaj që ka parapar njeriu, nga se Zoti Xhelalu Ala e din që ai nuk e dëmton atë. Kanëherë Allahu e shtrëngon rizkun, nga se është El Latif, është i butë me robin e vet, e din që ki rizk që e ka, e lajthit atë nga rruga drejt. Andaj ja shtrëngon rizkun që ta mbaj në binare të shëndosha të fesë Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo është prej butësisë Allahut Azza wa Jall ndaj robit të tij subhanahu wa ta'ala. Allahu Azza wa Jall është El Latif, nga se shpeshherë në kaplon me rahmetin dhe mëshirën e vet, pa kuptuar atë në atë mëshirë. Allahu Azza wa Jall është El Latif, i cili i dërgon sprova robit vet me të vetmin qëllim që ta këndell atë, ta kthej ka ai dhe ta bëj atë që ta lidh zemrën e tij me Allahun dhe botën tjetër, e jo me këtë dunjë. Allahu Azza wa Jall nganjëherë për butësisë e tij se e sfron robin e vet me gjinohe, me të vetmin qëllim që Allahu t'ia hap derën e pendimit, edhe ai ta fidoj dashurinë e Allahut Azza wa Jall për shkak të tëubes edhe pendimit. Allahu është i butë, nga se robit vet sinqert i jep të mira, është i butë me ta, nuk i shpejton dënimin
dhe i furnizon nga nuk u merr mendja atyre. Allahu Azza wa Jall është el-Latif, nga se Zoti xhallahu ala zbret qetësi në zemrat e atyre që e kanë prezent emrin e Allahut el-Latif. Allahu Azza wa Jall është el-Latif se i mundson robët vetë që t'i mbështeten vetëm atij, të jenë të kënaqur me atë që Allahu Azza wa Jall u ka zgjedhur atyre. Por ata sy thot njëri prej të parëve tan, më shumë jam gëzuar që Allahu Azza wa Jall s'më ka pranuar doan se sa më ka pranuar. Nga se e kam ditur, e kam kuptuar që atë çka kam kërkuar një kohë gjatë nuk ka qenë e hajrit, edhe nuk ka qenë e mirë për mua. Andaj Allahu Azza wa Jall është el-Latiful Khabir, është i butë dhe është i mirënjohur për çdo gjë në detaje subhanahu wa taala. Elusmi Allahun Azza wa Jall që Allahut na mësoj ta përjetojmë këtë emër të bukur të Allahut, të jetojmë të edhe ta fusim në praktik në jetën e përditshme. Dhe në takimin e ardhshëm ju lënëm kujdesin e Allahut Azza wa Jall. Aja di më smiri, walhamdulillahi rabbil alamin.